shoqëri, natyrisht që kemi pasur sfida jashtëzakonisht të mëdha, që fillojnë me sfidat politike. Ne e dim situatën politike brenda vitit, disa zgjedhje apo palë zgjedhje janë organizuar, gjitha këto shkojnë në dëm të qytetarit, sepse ka një kosto të lartë, dhe shpesh herë me të drejtë ekonomistët e llogaritin vetëm kostën financiare, po për ne llogaritim kostën sociale, që shpesh herë është humbje shumë më e madhe se sa kosto financiare. Për shembull, shpesh herë kur ndërtohet një rrugë apo një shesh në qytet, ne mbase shumica llogaritëm sa ka kostën ajo rrugë apo ai qytet, ai shesh që po ndërtohet. Mirë, po nëse kalkulojmë sa është stresi, ankthi, frika, paniku të qytetarët, vonesat në punë, problemet që shkaktohen si pasojë e qarkullimit jo adekuat të trafikut, e tjerë, apo dhe trafikun urban që tashmë e kemi si e kemi situatën, këtu janë shumë fish më të mëdha dhe të pallogaritshme në aspektin financiar. Dhe natyrisht që përkundër që zgjedhjet kanë një kosto shumë të lartë, si ato lokale dhe ato nacionale, financiare, megjithatë në kontekstin social unë e konsideroj që asnjëherë nuk ka pas një përllogaritje ose nuk ka një vlerësim që mund të parafërsisht të tregoj se sa i kushton popullit një organizimi, një palë zgjedhje nacionale apo lokale. Kur e them këtë, referohem në çdo aspekt. Nëse marrim për shembull arsimin, ose po e marrë shembull, më shumë po shkoj në terma më të përgjithshëm, sektorin, ndërmarrësinë, punësimin, organizatat, apo ndërmarrjet, institucionet publike, vetë fakti që ne futemi në zgjedhje, bjen intensiteti punës, bjen përgjegjësia, bjen llogaridhënia, bjen interesimi, pra ulet interesimi, ulet produktiviteti në punë, ulet ofrimi i shërbimeve cilësore në punë. Pse? Sepse përqendrimi apo përqendrimi i vëmendjes është krejtësisht tek politika, tek situata politike të zgjedhjet, dhe kjo bën që pastaj ne të kemi humbje shumë të mëdha ose humbje dhe kolosale. Kur e them këtë, dhe në këtë prizë mi bjen që gjatë këtij viti ne gjithkohën kemi qenë zgjedhje. Kemi qenë zgjedhje dhe kemi qenë në pjesë pas zgjedhjeve që nuk na kanë bërë zgjedhje. Domethënë, një vit që ai bilanci e fundit nuk mundet me dalë kurqysh që e kemi planifikuar në fillim. Të kthehemi vetëm një dekadë në retrospektiv, e vitin 2014 dhe 2015, ku si rrjedhoje situatës apo pasojë situatës politike në vend dhe të tjera, natyrisht ekonomike, sociale, kështu me radhë, një kategori e madhe e qytetarëve, sidomos trejat, e humbën shpresën se mund ketë progres, mund ketë perspektivë tu, dhe çka ndodhi? Ndodhi ajo vala madhe e migracionit drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe me gjerë. Dhe natyrisht që edhe si rrjedhoi e këtij viti, ne nëse mendojmë që mbahen zgjedhjet me 28 dhjetor të viti dhe mbyllim procesin, e formojmë qeverinë, formojmë instituciona tjera dhe kaq përfundon, unë mendoj që kushdo që mendon kështu është gabim, sepse pasoja do t'i ndjejmë edhe një vit deri 2 vite pas përfundimit të këtyre Flasim për këto, faleminderit shumë. Antigona, po më intereson nga ti, si e ke pa, si psikologe, si ishte ky vit për Kosovën? Ka qenë vit i vështirë, me qujtë për qytetarin, ka qenë vit i stresit, i rritjes të ankthit dhe i depresionit. Mendoj që kemi qenë në një vit kur jemi ndodhur pas situatës me COVID-19, e cila ka lënë pasojat e veta, akoma vazhdojnë qytetarët me u anku që prej COVID-it po harroj. Kjo harresa nuk është simptom shumë, ndoshta që diçka kemi pasoja direkte prej COVID-it në kuptimin fiziologjik, por në kuptimin e rritjes së ankthit dhe stresit dhe të atij çrregullimit post-traumatik, harresa është një prej simptomave të çrregullimit post-traumatik. Pastaj me COVID-in erdhe dhe shuarja e aktiviteteve kulturore, mediat morën një kaje komplet tjetër, emisionet shumë pak kishte emisione argëtuese, u rritën emisione debate televizive politike, krejt to janë faktor stresogen tek qytetari edhe rrisin stresi, nivelin e ankthit, problemet, nervozizmi, sidomos dhuna dhe agresiviteti u rritën, patëm edhe rritjen e rasteve të dhunës në familje, rritjen e rasteve të vrasjeve, vrasjet të grave. Do thënë, ishte një vit me goxha shumë agresivitet,